Vijon rezistenca banorëve të Baksariollit edhe këtë ente ka pasur përplasje mes banorëve dhe policisë në zonë, ndërkohë një nga banorët e zonës është shoqëruar me forcë nga punonjësit e policisë. Banorët shprehin se rezistenca do të vijojë deri ku në rjoll të jepet drejtësi dhe tokën nuk e falin. Banorët akuzojnë përfyrje ndaj tyre dhe kërkojnë që të veprojnë institucionet. Rezistenca banorëve të rjollit do vazhdojë deri kur rjoll të jepet drejtësi për këta banorë që janë pronarë autoktonë, banorë autoktonë kësaj toke. Thot mirë shpesa, na kanë qartë kur pretendon se ke ikë, se këtu na dalë shumë vite, herë thuj 1900, herë thuj 1910, herë thuj 1927, herë 1944. Pastaj me çik pas certifikatet të prosit 1924 sa të 39, pse nuk e qeti, po janë në institucionet për kacsa. Na i kena zotni, kena në shtëpi, nuk kena nevojë mu më shef mas institucioneve për kacse. Ti kena tregu gjitha se i kena, po ti nuk i ke, ti ke vetëm një alibi falco, që po e tregon për ditë që është rënë, se kur është e vërtet nuk e harron njëri vitet. I thot të njëjtin vit që ka ikë, po ti s'ke ikë ndonjëherë prej këtu, s'ke ka ndonjëherë këtu që me ikë ndonjëherë prej këtu, s'ke jetu kurrën këtë vend. Po baba jot, po ka lek? Zakonisht fëmijët lek ku janë gratë, nuk lek ku janë burrat. Po që se ti ke pas gratë këtu te 1944, si thate opinioni, se baba jot ka lek kur te 1933. Këto janë fakte që du të me pa prokuroria, du të me pa institucionet e drejtësisë për me thënë se kush ka të vërtetën, edhe për me kuptu, ata e kanë kuptu, po nuk e kuptoj pse flenë akoma gjumë, që se nuk kanë marrë lekë, si shkanë marrë ata, kolekte ty në e përparë, për me dhanë vendimin e gjykatës Fatmir Shpellës. Prokuroria e Shkodrës du të me ba punën e vetë, du të me dhanë drejtësi i ti popullit, dhe me i tregu se kuj është në vërtet prona. Në qofë se në rjoll një fatkeqësi, është përgjësi vetëm e shtetit shqiptar. Gjitha njerëz nuk e falin tokën, i duhet ta dini shumë mirë dhe shumë qartë gjithë. Tokën e gjyshit nuk e fal askush, e s'kena për të fal asna. Malsot e marrë tokën me gjak, e keni pa me 100 herë, me mira herë. Nuk kena me kena as të partë as të funit, nëse na detyroni me bëj gjatë tillë. Prandaj duhet veprojnë institucionet për mos me leju me ndodh fatkeqësi të mëdha. Për këtë punë janë. Nuk janë me mla luftu mu për me shku te toka jeme. Policia e shtetit na shoqëron neve pasi arsye se kena ardhur te toka jonë. Këtu do jena gjithmonë, nuk kena me ika si herë. Ne sot kena ardhur me protestu, thjesht marrë mos më dorëzu në këtë vend. Se kjo është toka jonë, kjo është vendi jonë. Sot ne kanë marrë djelmoqas tonë, veç se fillu me pak me levizë me shumë, fillu me nashtu. Kur i thamë na ne nalçoni si jena në vend tonë, në tokë tonë, edhe na kanë thënë gjëna gjinitale. Kur kanë fillu me fol gjëna gjinitale, djelmoqat janë frymzu edhe kanë sa kanë nisë më frymzu, kanë nisë veç s'kanë bëqi të punë, veç që kanë marrë tokën e kanë nisë. Ju lutna do na drejtësi prej kishtet. U lutna do na drejtësi prej kishtet, se djelmoqat tonë jemi kanë e revoltoni me këto gjëna që jeni kanë bënë. Tyri pra na shanë, në tokë tëne, na shanë, edhe hikin si skusa se nuk kanë burni marë me fol me neve, na shanë për i malit. Prej rreth 2 muajsh banorët e Baksariollit vijojnë dhe kundërshtojnë punimin e zonë për ndërtimin e resort turistik.